Dy partitë më të mëdha VMRO, DPMN dhe LSDM nuk i kanë dorëzuar ende listat e shpenzimeve gjatë fushatës zgjedhore, edhe pse po bëhen 20 ditë që janë mbajtur zgjedhjet. Deri tash në Komisionin Antikorrupsion listat i kanë dorëzuar PD-sha dhe Gromi. Zyrtari i Komisionit për Antikorrupsion Dragan Malinovski ka shpjeguar se ka disa sanksione që për dështimin e deklarimit të pasqyrave financiare dhe financimeve të paligjshme të fushatës. Sanksioni nisin me gjoba prej 4.000 deri në 5.000 euro. Sanksioni më i rëndë që është rregulluar me kodin zgjedhor është me burgim së paku 50, ka thënë Malinovski. Së fundi organizata qeveritare Transparenca ka ngritur dyshyme për disa parti për financimin e paligjshme të fushatës. Organizata ka ofruar dëshmi se VMRO DPMN ka kryer pagesa me para në dorë në fushatën kundër BDI-s dhe gjithashtu ka pasur raste të paraqitura për shpërdorim të fondeve për qeveritë vendore dhe ndërmarrjet publike për qëllime partijake. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje ose reagime. Të paktën të na thonë se kemi marrë të dhënat tuaja se do të veproj, ka thënë Stagjen Ataseva nga Transparency International, ndërsa Malinovski thekson se çështja e financimit të fushatës zgjedhore deri tash është nga zyrtarët përgjegjës nga auditimi, prokuroria e institucionet të tjera përgjegjëse.